Hello, hello! Sot jemi te lumi I shalës dhe mami më ka bërë disa pyetësor për mua. Si ndihesh që sot jemi te lumi I shalës, Niki? Shumë e gëzuar, sepse kjo është hera ime e parë që vi këtu. Cila ishte gjëja e parë që të bëri përshtypje kur mbërritëm? Bukuria e këtij vendi kaq I bukur. Nëse do ta përshkruaje këtë vend me 3 fjalë, cila do të ishte? I bukur, I freskët dhe shumë I veçantë. Shumë I veçantë? Shumë I veçantë. Atëherë, Niki, të pëlqen më shumë deti apo lumi dhe pse? Unë jam një gocë deti, sepse është pak më I ngrohtë se sa lumi. A do vije përsëri këtu? Po. Cila ishte pjesa më argëtuese e ditës? Përveç varkës, kanoa. Atëherë, Niki, të trembi pak ujë ftohtë apo hyre me një herë? Më trembi pak, unë sova dhe pastaj u zhyta direkt. Nëse do sillje një shoqe këtu, kë do të zgjidhje nga shoqet ta sillje këtu? Shoqja time të ngushtë Evën. Atëherë, çfarë do të thojë fëmijëve që nuk kanë qenë kurrë këtu, Niki? Duhet të vini dhe ta bëni këtë eksperiencë kaq të bukur. Niki, nëse do kishe një vark vetëm për ty, ku do të shkoje? Mund të zgjidh disa apo vetëm një? Sa të dëshirosh? Këtu. Ose dhërbi. Cila është aventura jote preferuar, Niki, që ne të dyja kemi bërë bashkë? Përveç kësaj është Disneyland, Efteling dhe Land of Legends. Të ka pëlqyer më shumë nga të gjitha udhëtimet tona? Disneyland dhe Efteling. Niki, ti vet po të mbaje aparatin gjithkohës në dorë. Çfarë do fotografoje këtu? Malet e bukura, lumin, edhe kur hecën me vark ka atë pamjen aq të bukur të lumit dhe të maleve, atë do fotografoja. Okej. Nëse mund të zgjidhje një superfuqi për sot, cila do të ishe? Që nuk do ndjeja asgjë se e di sa do më fut në lum. Cila është kafsha që do të doje të shije këtu? Qen. Qen të vegjël. Nëse do të flije një natë këtu, do të kishe frikë? Po, pak. Se kuj diet, është natë, edhe unë nuk shoh dhe futem në lum. Mes natës. Nëse do të konsumonim diçka pas kësaj interviste, çfarë do doje të haje tani dhe atë ka marrë uria? E para më ka marrë shumë uria, e dyta një pica. Ose me jakullore. Kush është momenti më qesharak I ditës? Kur u hodha në lum, edhe mami zhifë se shumë ftohtë të ngri zemra. Çfarë mendon se duhet të bëjnë njerëzit për ta mbajtur këtë vend pastër? Çfarë duhet të bënin? Ja, këtë vendin, çfarë duhet të bëjnë për ta mbajtur pastër? Duhet të mbledhin peturinat, duhet pastrojnë lumin, se është pak fare pis, mandej, kaq do thoja. Nëse do bëje një video vetë dhe vetëm, si do ta quaje këtë këtu? Dita
në lumin e Shalës. Çfarë sfide do doje të bëje bashkë me mua këtu sot? Një sfidë të vështirë. Kur gjejmë gra të bukura, se këtu ka shumë gra dhe janë gjitha të bukura, po nuk di. Kush është më aventuriere, ti apo mami? Unë, ndoshta. Kush bën foto më të bukura, ti apo mami? Mami. Nëse do të zgjidhje një destinacion tjetër, ku doje që të shkonim herën tjetër? Dërmi. Në Dërmi, shkojmë për herë, një vend që nuk e kemi parë. Ja shtetit apo në Shqipëri? Ku të dëshirosh ti? Në Amerikë. Du t'ikin në Amerikë. Cili është mesazhi yt për fëmijët që po na shikojnë? Duhet vini këtu edhe ta shihni këtë vend kaq të bukur. A ka ndonjë gjë që do t'i thuash ndjekësve të tu për mbyllje? Të bëjnë like, subscribe dhe të komentojnë se ku doni që të bëj unë një pyetësor tjetër. Si thua ta mbyllim? Po, mirëpafshim!